Ne aktualisht po i evidentojmë dhe në bashkëpunim me policinë bashkiake po e gjobisim. Qëllimi i kësaj nuk është që të gjobiten qytetarët, por një sensibilizim edhe për që të kena një bashkëpunim sa më të mirë me to, që mos pranë pikave të çojnë vetëm mbetjet organike dhe jo mbetjet e gjelbërta dhe orëndiq shtëpiake. Për sa i përket rregullores, mbetjet inerte, mbetjet e gjelbërta dhe orëndiq shtëpiake mund të vendepozitohen vetëm në landfillin e Bushatit nga vetë qytetarët. Procesi i pastrimit Shkodër funksionon me fashë orare. Janë aktualisht 2 makina që punojnë gjatë ditës dhe 4 makina që bëjnë evadimin e metjeve gjatë natës. Ne jemi të gatshëm për me marrë një qytet sa më të pastër sa vendi ku ne jetojmë, por problematikë kryesore për ne metet një hedhja e kutijave dhe metjeve të bizneseve dhe 2 bllokimi i kalimit të mjeteve që realizojnë evadimin, sidomos gjatë natës, që është problem për me lajmëru njerëzit për me ardhur me na hap rrugën, me na liru rrugën. Ne kemi për detyrë evadimin e kontinjerëve, të cilat janë vetëm për metjet urbane. Metjet urbane klasifikojmë me turinat e konsumit të familjeve dhe shpesh herë ne gjejmë që pranë kontinjerëve hidhen divana, hidhen lëndrësore, sikur e thatë ju, hidhen krasitje pemsh. Në përgjithësi, në 90% të rasteve qytetarët janë shumë të rregullt dhe mendojnë për qytetin, mendojnë edhe për punën e palodhshme të punonjësve tanë, por ka raste sa të dush që hidhen metjet jashtë kontinjerëve. Kjo është një problem shumë i madh për ne.